Zoti i dy lindjeve dhe Zoti i dy perëndimeve. E pse këto dy lindjeve dhe dy perëndimeve të vëllezër? Sa lindje sa perëndime? Ka në Kur'an Rabbul Mashriq wal Maghrib wa ma bainahuma. Zoti i lindjes dhe perëndimit. Dhe çka ka mësinë? Një, apo pastaj Rabbul Mashariq wa Rabbul Magharib. Zoti i lindjeve dhe Zoti i perëndimeve. Nuk ka njëjs, ka dysi dhe ka shumës. Në Rahman ka ardhur në dysi. A ka kundërshtim apo si është shpjegimi i kësaj? Jo, s'ka kundërshtim të nësë, absolutisht. Kur Allah thot Rabbul Mashriq wal Maghrib, Zoti i lindjes dhe i perëndimit, flet në aspekt të pushtetit. Edhe lindja dhe perëndimi janë tjetër. Kur flet në dysi dhe në shumës, Allahu te barë tash flet për te pushtetit. Tash flet edhe për domthon kujdesin. Edhe flet Allahu për mbikëqyrjen, edhe flet për disiplinën. S'ma pse? Gazeta Rozë dielli çdo ditë lind nga pozicioni i caktuar. A lind dielli çdo ditë njëjtë? Po jo, se sabon e falim gjithmonë më përpara, apo ose më vonë. Verës apo shkon duke lëvizur nga pika e caktuar në pikë caktuar deri të arrin fundin. Pastaj fillon me lëvizje në pozicionin tjetër. Në çdo ditë dielli ndron pozicion. Ndrimi i pozicioneve që është për 365 ditë apo që ndron këtë stint dhe bëhet një vit, kjo është lëvizja diellore rreth tokës. Çfarë kupton? Këtu janë shumës, çdo lindje 365 janë shumës lindje, 365 perëndime ndryshme, a janë shumës po. Andaj Rabbul Mashariqi o Rabbul Magharib. Çdo ditë dielli që lind nga pozicioni i caktuar dhe perëndon në pozicion të caktuar, çdo ditë lëviz me çka me lenin Allahu te barekuta. Çdo ditë. Sot për shkak betejë, sot ja ka mujt, nesër se ngan ja, sa kështu. Ja, dielli është i dizgjuar. Me Allahu paraqet çka çfarë krijesë madhështore, e cila me precizitet dhe disiplinë dhe nënshtrim të plot i bindet përcaktimit kohor të Allahut te barekuta për të mirën e kujt. Njerit. Para mendoni për shembull me lind dielli ditë për nga një pozicion. A kishte me pas dimën, verë, natë, kishte me çrregullu kosmosi. Andaj Allahu po thotë shikoni jo njerëz, çfarë krijesë madhështore. Domthon e kom fut në binar të caktuar, lëviz me caktimin e Allahu xhallahu pa në kundërshtu asër Allahu xhallahu për të mirën e juaj që ju të faleni. Dielli ta ka dhënë kohën e të se respekton kohën. Për shembull, dielli pse lëviz në këtë aspekt? Allahu ka mundë bëni lëvizje. U kry. Apo. Po jo që se Allahu thot li ta'lamu adad as-sinina wal hisab, që të numëroni vitet, të keni mundësi me llogarit kohrat, të keni mundësi me llogarit stinët, e kështu me radhë për të mirën e juaj është. Ai lëviz stopë. Sa ju bën përshtypje ndryshimi për shembull i kohës. Për njerëzit, a keni pa me sa normalitet na muslimanët e marrin për shembull ndryshimin e lindjes diellit apo. Dia u kon 2 minuta apo ma herët, sot 2 minuta më vonë, nesër 2 minuta më vonë, shkon duke kushtu. Ç'ky ndryshim i lindjes, atë bën përshtypje. Allah, e pse s'është njëjtë? E pse po shkon këtu kështu? Pse pas shkon duke u paku, e kështu me radhë. Kush e menaxhon? Allahu te barekuta. Pse? Që ti me ditë kur me fal sabon, deri kur sabon. Për ty e ka bëu Allahu azza xal. Dhe për treguar Allahu ty o njeri se shiko shembull po cilë Allahu nga kosmosi, nga lartësia, që ti e sheh mëngjes e mbrëmje apo para perëndimit e sheh një krijesë se çka do të thonë, çetën pasojat pozitive të ndërtimit të Allahut te barekuta. Nga njerëz për shembull bin thjesht, thotë çfarë ka për shembull, çfarë ka dobi me qenë musliman. Çfarë ka dobi me një Kur'an apo? Ti më çunë dillën atë. Dilli. Kujt i porullet atë? Me udhëzimet e kujt vepron dielli? Te Allahu azza xal. Pastaj hana si lëviz e kështu me radhë. Kjo është Mashariqul Magharib. Ndërsa këtu Rabbul Mashriqain wal Maghribain është se dielli, sikur thash, fillon me lind nga një pikë, pastaj lëviz ditë një pikë. I ka 2 pika. Lindja i ka 2 pika, fillestare dhe përfundimtare. Pastaj prap kthehet në pikën fillestare apo. Edhe perëndimi ka çashtu. Unë keni po, për shembull, kur arrin namazi sabat mas heri me kon që në ditë të qershorit apo fund tani çka bën, fillon nuk kry deri sa të vijë koha e vjeshtës apo ose dimnit në pikën më
më të vëndshme të lindjes. Pastaj çka ndodh? Rikthehet prap njëjtin rrugë bën. Njëjtët minuta, shkon duke u paksuar njëjtën kohë, që të njëjtën ditë, njëjtën orar ka qenë lindja e diellit. Për shembull, para 50 vjetë të nëzër, sabah me 10 qeshur, sa ora u kon, njësi kush e sa dafa. Është pastore kjo punë? S'ka asë nuk lëviz fare heq, s'ka asë një minut nuk lëviz. Është precizet hatashëm i madhë. E me që është lindje nga një pikë të një pikë, Rabbul Mashriqaini, nga një pikë të një pikë, da jënë dy. Apo, Zoti i dy lindjeve, do në fillestar dhe përfundimtare. O Rabbul Maghribaini, gjithashtu Zoti i perëndimit fillestar dhe perëndimit përfundimtar. Përfundon atje, pastaj rikthehet prapë në pikën fillestare, që kështu prej që ka kriju Allahu te bartara, dielli s'lodhet kurrë. As nuk mërzitet, as tot, domthonë, në të kuptim, jam plagështu, s'po më duket interesant, s'penimo, s'pe përjetoj këtë adhurim, s'ka dielli sot çfarë. Ai bindë Allahu te azhjal, i bindë